Ky emision përmban vendosje të produkteve. Shikues të çka ka me hongër, edhe sot unë dhe Shqipja do t'ju preferojmë një specialitet gjatë ditës së sotme. Ky specialitet do t'jetë pasta me pujë dhe me perime. Përbërësit kryesor, përbërësit janë Shqipe? Të pjesa e mishit duhet patjetër me qenë mishi i bardhë, vaj ullire, piper i zi edhe krep. Edhe pjesa e makaronave që duhet zihet, preferohet me i hudh një pit vaj ullire. Ndërsa të pjesa jam është karota, kungulleshk, spinaq, hudhër, po ashtu dhe vaj ulliri ka me të tokë. Këto duhet mu zi dikon për afërsisht 7 deri në 10 minuta. Vazhdo me kungulleshkën. Na duhet vetëm një. Vazhdojmë edhe me spinaqin, është i freskët. Spinaci preferohet shumë me u konsumu për shkak se është i pastruar me ekur. Preferohet zakonisht e gratë 7 zona, por tek secila moshe dhe gjinit. Tash po vazhdojna me pjesën e përdimit të mishit. A ka nevoj me u prim në pjesë të holla, po do t'jetë kështu spinaci? Do t'jetë ashtu. Po mundëm edhe në këtë fond, nëse vishdojnë. A do në të ndimoj? Mirë është. Këtë qysh nuk I kam punt me shpëritën, ma ka marinohet në doket. Presim visht derisa të nxehet tiganin, edhe I qesim me I fërgu. Mundëm me të njëjtën kohë me ju hedh krep, edhe piper të zi. Derisa të nxehet tigani këtu marinohen pak. Duhet edhe më pakës në marinu dhe t'jetë vetëm kripa. Masi kemi edhe tek pula për pjesë të tjerë. Si dhe pakës vaj ulliri. Jo shumë. Edhe këtu tek përdimi. Duhet me lugë e drurit. Luga e drurit preferohet për çdo ushqim që përgatitet, sidomos gjatë përdimit, për shkak që është shumë më shëndetshme. Makaronave mundemi me ja hedh pak krep, shumë pak. Ndërkohë jam duke e qëru hudrën, është shumë e domosdoshme me u përdor në recetë, është shumë e shëndetshme. Edhe pse ka aromën ndoshta jo dhe është mirë. Po zakonisht kur të hudhet në ushqime, nuk dallohet. Disa edhe e largojnë, e lojnë vetëm 5 minuta që me marrë erë, ndoshta një shije më të mirë ushqimin. E dikush që preferon hudhën, atëherë s'ka nevojë me largu hiç. Zakonisht mishi I bardhë, sidomos I prerë në copa të vogla, përgatitet për afërsisht deri në 10 minuta. Kështu që edhe kjo po shkon shumë shpejt. Pra të gjitha ato nana të cilat kthehen nga puna kanë një recetë shumë shpejt, e cila nuk merr shumë kohë, për pak minuta dreka është gati. Ose dikush që preferon me ushqy me ushqim të shtëpisë edhe në punë, atëherë mundet me përgatit në mbrëmje, me fut në pako të vogla kuzhine, edhe me marrë me vetin gjatë ditës së nesërme në punë. Njëjtën Ashtu vazhdon me pjesën e perimeve. I vendosim perimet në të njëjtin vend. Kuptohet nuk do të me i lanë shumë në zjarë, në mënyrë që mos me i humb
vlera të shqyse që i kanë perimet. Këtu në mes, në qendër të pjatës, pak të tiganit, vendosim hudrën. Dhe lojmë kështu pakës dikon 5 minuta në 7 maksimum. Tash makaronat kemi gatshëm. Duhet me i largu nga uje edhe makaronat me i vendos tek pjesa e perimeve. Tash mas kullimit të makaronave, i vendosim tek pjesa e tiganit, ku jem vendos nga perimet. Po përzijem pak. Edhe në njëjtin vend e hedhim edhe mishin e bardhë. Është mjaftueshëm, tash e largojmë nga zjarri. Mirë është, edhe është e gatshme për servim. Super. Kjo është njëra të recetave më të shpejta që mundën me bo për drejk ose për dohet. Vesh edhe pakës ngjyra na duhen. Dekorojmë pak majdanoz, Pon. E grim pak majdanozin që t'jetë pak ma jemët edhe doket ma zbukurues. Po unë e përdorë dhe një metodë tjetër, nëse nuk dëshirojmë që pjata me qenë krejt e bardhë, atëherë përdorim këto kështu. Piper të zi, anash. Kjo është veç për dekor. Nuk është që vlen do një shije, së është anash pjatës. Në po mundohemi me i bosa në copa ma të puke, për me u duk më bukër. Muna me ven përmbi, në sudojnë, pakës edhe anash. Kjo është pjatë që nështë ta mundet me përgatit gjatë ditëve të javës, që ka dhe gonja për shkak të gabimeve në punë. Mirë po, mundeni me bojnë çfarë do ditë, çfarë dëshironi. Kjo është gati. I bëhet mirë.